Muaji i bekuar Rexhep. Mësime që duhet të di. Në horizontin e jetës sonë shpirtërore ka muaj që na zgjojnë, na prekin zemrën dhe na kujtojnë se koha nuk është vetëm ditë e orë, një ftesë për të afruar me Zotin. Një prej këtyre muajve është muaji i bekuar Rexhep. Rexhepi është prej 4 muajve të shenjtë për të cilët Allahu i Madhërueshëm ka thënë në Kur'an se janë muaj të veçantë. Padrejtësia ndaj vetes dhe mëkatet peshojnë më rënd, ndërsa veprat e mira shtohen në vlerë. Andaj dietarët kanë thënë, Rexhepi është muaji i mbjelljes, Shabani i ujitjes, kurse Ramazani është i korrjes. Në këtë dokumentar do të ndalemi për pak çaste. Do të reflektojmë, do të pyesim veten, çfarë mësimesh sjell Rexhepi për ne? Rexhepi një port drejt rikthimit te Allahu. Njeriu shpesh humbet në ritmin e jetës, angazhime, presione, sprova, zemra rëndohet, shpirti lodhet. Atëherë vjen Rexhepi si një thirrje e butë. Kthehu, pastrohu, fillon nga e para. Ky muaj na mëson se kur nuk është vonë. Edhe nëse kemi gabuar, edhe nëse jemi larguar, Allahu e do atë që pendohet. Kërkon falje dhe përpiqet të ndryshojë. Pendimi në Rexhep nuk është thjesht fjalë në gjuhë, është sinqeritet në zemër. Është vendim për të lënë gabimin, është fillimi i një shtegu të ri. Adhurim me dashuri, jo thjesht me detyrim. Në Rexhep mësojmë se adhurimi nuk është barr, është dhura. Namazi, dhikri, duat nuk janë vetëm obligime, por pushim i shpirtit. Kur njeriu i falet Zotit, ai shliron ankthin, frikën, mërzinë, zemra bëhet e qetë. Në këtë muaj të kujtojmë, shtojmë istighfarin, astaghfirullah, të lexojmë më shumë Kur'an, të forcojmë lidhjen me namazin, të bëjmë veprat e mira të fshehta vetëm për Allahun. Rexhepi na mëson, Allahu e shet çdo të mirë, edhe nëse askush tjetër nuk e di. Muaji i edukimit të zemrës. Nuk është qëllimi vetëm shumë adhurime. Qëllimi është ndryshimi brenda nesh. Muaji Rexhep na thërret të ndalojmë padrejtësinë, të kujdesemi për familjen, të flasim me butësi, të largohemi nga zilia, urrëtia dhe përgojimi, të pastrojmë zemrën nga krenaria. Nëse njeriu falet shumë por flet keq, gënjen, flet për të tjerët, ai nuk ka kuptuar mesazhin. Rexhepi është shkolla e edukatës. Kujtesja e madhe, udhëtimi i Isras Mirajit. Në këtë muaj ndodh edhe një prej mrekullive më të mëdha, Isra dhe Miraxhi pranë muajit Rexhep, udhëtimi i pejgamberit Muhammed alayhis salam nga Mekka në Kuds dhe ngritja në qiej. Atje pejgamberi mori dhuratën më të madhe për ummetin, namazin. Ky fakt na kujton, namazi nuk është thjesht ritual, është lidhje me Zotin çdo ditë 5 herë. Kur njeriu praktikon namazin, ai humb busullën e jetës. Ai e mban namazin dhe sprovat e mëdha i përballon me lehtësi. Rexhepi është edhe përgatitje për Ramazanin. Rexhepi nuk është destinacioni final, është përgatitje. Nëse duam të kemi Ramazan të bukur, të fortë, të mbushur me iman, duhet të fillojmë që tani. Pak nga pak të kontrollojmë veten, të largohemi nga harami, të mësojmë durim, të planifikojmë si do ta kalojmë Ramazanin si një atlet që stërvitet para garës. Besimtari përgatitet para Ramazanit. Mesazh për shikuesit. Vëlla, motër, çdo vit kalon. Shumë njerëz që ishin me ne vitin e kaluar sot nuk janë më. Nëse Allahu na dha mundësinë të arrijmë këtë Rexhep, kjo është shans, jo rastësi. Mos e humb. Fillon me hapa të vegjël, fale namazin në kohë, bëj dua çdo mbrëmje, kërko falje. Fal ata që të kanë lënduar, jep sadaka, qoftë një gjë të vogël. Zoti sheh përpjekjen, jo madhështinë. Muaji i bekuar Rexhep është ftesë për reflektim, kthim dhe ndryshim. Le ta lutim Allahun e Madhërisëm. Ja Allah, na bëj prej atyre që shfrytëzojnë Rexhepin për ta pastruar zemrën, të forcuar besimin dhe për të përgatitur për Ramazan. Na fal, na mëshiro, na udhëzo drejt rrugës së drejtë, Siratal Mustaqim.